Kryeministri Edi Rama duke sulmuar drejtësinë e re po minon ndarjen e pushteteve në vend. Kjo ishte kryefjalë e një artikulli të gazetës së njohur austriake Der Standard, që i ka dhënë një hon luftës së Edi Ramës kundër sistemit të drejtësisë për të mbrojtur Belinda Ballukun dhe aferat korruptive të vartësve të tij. Der Standard në artikull shkruan se kryeministri Rama dhe partia e tij kanë propozuar ndryshimin e nenit 242 të kodit të procedurës penale, që u jep atyre imunitet nga pezullimi nga detyra në rast hetimi për korrupsion. Prokuroria antikorrupsionit SPAK heton prej muajsh, ndërsa kryeministri Edi Rama po përdor çështjen për të zhvilluar një betejë personale kundër drejtësisë. Kështu, ai praktikisht minon ndarjen e pushteteve në vend. Kur SPAK në nëntor të vitit të kaluar kërkoi pezullimin e Ballukut, Rama bëri ankesë në gjykatën kushtetuese. Ai e quajti vendimin një precedent unik dhe të rrezikshëm dhe deklaroi se pezullimi ishte absurd në vetvete. Por gjykata kushtetuese vendosi në fillim të shkurtit për pezullimin. Rama u zemërua. Kur diçka nuk i pëlqen Ramës, ai në të kaluarën godiste tavolinën si një patron i zemëruar. Tani po shkon edhe më tej. Javën e kaluar partia e tij socialiste propozoi ndryshimin e nenit 242 të kodit të procedurës penale. Zyrtarët e lartë, përfshirë presidentin, avokatin e popullit, kryeministrin, zëvendës kryeministrin, ministrat, antarët e gjykatës kushtetuese dhe kryetarët e kontrollit të lartë të shtetit nuk duhet të pezullohen më nëse dyshohen për korrupsion. Sipas Der Standard, ky ndryshim ligjor do të ishte një ndërhyrje e rëndë dhe e pabazuar në pavarësinë dhe efikasitetin e drejtësisë dhe një hap prapa në luftën kundër korrupsionit dhe favorizimit. Nëse ligji ndryshohet, do të dëmtojë barazia e të gjithë qytetarëve përpara ligjit, sepse një grup zyrtarësh do të përfitonte privilegje. Pezullimi gjatë hetimeve për korrupsion siguron integritetin e hetimeve penale dhe minimizon rrezikun e ndikimit mbi provat ose dëshmitarët. Heqja e mundësisë për pezullim të zyrtarëve të ekzekutivit do të dobësonte gjithashtu ekuilibrin midis ekzekutivit dhe drejtësisë. Për shkak të këtyre akteve korruptive të qeverisë Rama, Partia Demokratike ka thirrur protestën e tretë kombëtare për këtë vit, që do të mbahet në bulevardin Dëshmorët e Kombit në datën 28 shkurt. Protestat e opozitës prej kohësh kanë vjedhur dhe vëmendjen e mediave ndërkombëtare.